Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon, hadithi është i gjatë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Mathalu rajulin استأثره أو وقع على أثره العدو فوجد حصنا حصينا فتحسن به فذلك ذكر الله يحرز الله عبده من الشيطان." Tha shembulli i përmendjes Allahut është si shembulli njeriu i cili po e ndjekin armiq. Dhe ky pa një kështjell të madhe dhe u fut në kështjell dhe i mylli dyert e kështjellës. Tha kështu është shembulli i përmendjes Allahut. Në momentin që përmendet Allahu, shejtani është jashtë. Shejtani, gjin, se shejtani njeri mund ta kesh edhe për qark. Po shejtani gjin, në momentin që përmendet Allahu është njësoj sikur më u fut në kështjell. E Zoti ty të runë. Tha Zoti në Kur'an: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat, e një zemër e qetë është shumë e vështirë që të tronditet nga kushtet dhe rrethana, sepse është e qetë te Allahu, e s'ka ndërmend ta largoj këtë qetësi tek dikush tjetër për t'u strehuar tek dikush tjetër.